Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur akt gjykim dënues ndaj të akuzuarve Lum Dervishi, Kenan dhe Okan Hasani për sulmin fizik ndaj gazetarit Valon Sylla, duke i dënuar me nga 2 vite burgim efektiv, secilin veç e veç. Akt gjykimi ndaj 3 të akuzuarve u shpall të njëjtën nga kryetaria e trupit gjykues Violeta Namani. Gjykatja Namani tha se 3 të akuzuarit Lum Dervishi, Kenan Hasani dhe Okan Hasani dënohen me nga 2 vite burgim, pasi janë fajtorë se në bashkëkryer kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor. Të njëjtëve në dënim me burgim do të llogaritet edhe koha e kaluar nën masën e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak prej datës 14 prill deri më 7 dhjetor 2023. Të akuzuarve i ndalohet masa e arrestit shtëpiak, ndërsa refuzohet kërkesa pasurore juridike palës së dëmtuar, pasi që gjykata vlerëson se nga të dhënat e grumbulluara në procedurë penale nuk ka prova të mjaftueshme për realizimin e kësaj të drejte. Aktgjykimi u shpall në mungesë të akuzuarve, pasi në seancën e kaluar kishin deklaruar se nuk dëshirojnë të marrin pjesë në shpallje të aktgjykimit.